Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sigurisht se të gjithë njerëzit dëshirojnë që të jetojnë përjetësisht, dëshirojnë që të mos i godet asnjëherë pikëllimi, mërzia, shqetësimi, dëshirojnë të gëzojnë shëndetin e të mos i shqetëson asnjëherë smundja, nuk e kujtojnë fare vdekjen, por këto nuk janë gjëra të panjohura për gjithë ne dhe ju. Nuk thash diçka të panjohur. Ajo çfarë dëshiroj ta konfirmoj, dhe kjo mund të jetë e panjohur për një pjesë prej njerëzve, është se vdekja si proces zbulon çdo gjë. Shumë njerëz frigohen me mendu rreth momentit të vdekjes. Shumë njerëz trishtohen edhe ndihen keq nëse ata fillojnë me kujtu momentin e vdekjes, i cili nuk do ta kursen asnjërin prej nesh. Ajo çka dua t'ja rikujtoj vetes dhe juve, dhe dua ta konfirmoj ashtu sikur e ka konfirmu Kurani famlart. Në momentin kur vdekja e prek çdo njeri, atëherë vdekja zbulon për atë njeri shumë gjëra. Në historinë e njerëzimit, në të kaluarën, por edhe sot, kemi njerëz jo serioz, kemi njerëz që tallen, që besa me jetën, kemi njerëz që nuk e çajnë kokën për vdekjen dhe jetën pas vdekjes. Por në momentin kur të tillët i prek vdekja, atëherë ky moment për këta njerëz zbulon shumë gjëra. Ky është momenti më i rëndë dhe më i vështirë për këtë soi të njerëzve. Ky soi i njerëzve e ndin keqardhjen më të madhe në këto momente, por ky është një moment që s'ka mundësi hapa pas. Është moment që nuk ta jep edhe një moment tjetër. Prandaj, historia më dhimbshme që njerëzit duhet të reflektojnë pozitivisht është historia e faraonit të Musës, i cili e konsideronte veten padrejtësisht Zot. Bënte shumë mizori e padrejtësi, por në momentin e vdekjes, ati vdekja i zbuloi shumë çka, prandaj edhe sikur na rrëfen Kurani, ai në çastet e fundit tha: unë po i besoj Zotit të Beni Israilve dhe Zotit të Musës a.s. Prandaj, ju të nderuar dhe shumë të respektuar, mos lejoni që të vijë ky momenti kur vdekja zbulon çdo gjë, e pastaj ju do të bëni përpjekje, ndoshta sikur faraoni, ta deklaroni besimin, por deklarimi i besimit në këto momente është i pavlefshëm. Shfrytëzoje tani jetën dhe kohën dhe mundësinë për t'i përmirësuar raportet tona me Krijuesin, për të filluar një faqe të re me Zotin ton te baraka o taala, për t'u pendu fuqishëm dhe shumë seriozisht për jetën që kemi leju të na ikë dhe të na kalon pa ndonjë qëllim final. Kjo është mundësia, ky është momenti të kthehemi me plot seriozitet, me plot përkushtim e pendim të sinqert tek Zoti ynë, nga se ai na i kalon dyert e hapura dhe është për plot dashuri, mëshirë edhe mshuri për krijesat e tij. Qofshim nën mëshirën e të Madhit Allah të gjithë ne. Amin.